sigurisht shumë i lumtur. 4 ndeshje, 4 fitore. Më shumë i lumtur për djem, po sakrifikojnë, po vrapojnë shumë. Bashkë me vraptimet dhe sakrificën e tyre, tashmë kanë ardhur edhe rezultatet, që shpresojmë të vazhdojmë kështu. Si trajneri mua shkruhet, sigurisht fillimisht familjes time, 2 fëmijëve dhe gruas të cilëve ju mungoj shumë gjatë orarëve të gjata të punës larg shtëpisë, duke qëndruar shumë pranë ekipit. Ata kanë ndjekur shumë mungesën time, kuptohet. E dyta, familjes madhe të kuqe, tifozët Partizanit, për të cilët do vazhdojmë punojmë akoma më shumë sepse meritojnë. Objektiva e Partizanit nuk ka nevojë të shpalos unë sepse dihet vetë emri i ekipit, gjithmonë do luaj për renditje sa më lart në tabelë, për objektiva, për trofe. Sa për kampionatin është një kampionat shumë i vështirë, të themi të drejtën, shumë i luftuar, i fortë, si për lufta shumë e fortë, si për të rënë nga kategoria dhe për të arritur falet fojnë, piket janë aty. Një ndeshje fituar të nga shumë lart, një hap mbrapa, pastaj vështirëson punën, kështu që është një luftuar deri në javën e fundit besoj.